17 kisha e refuzuan përderisa ajo po kërkonte ndihmë për foshnjën e saj. Vetëm një xhami e pranoi pa asnjë hezitim. Kjo grua në TikTok e njohur me emrin Nikoli u bë virale kohëve të fundit me një eksperiment social i cili ishte sa i thjesht aq edhe zbulues. Ajo filloi të telefononte kisha në Shtetet e Bashkuara duke u shtirur si një nën që ka nevojë për formulë për foshnjë. Një nga një, kish pas kishe i thanë jo. Disa i thonin se nuk mund ta ndihmonin, disa të tjerë i thonin të kontaktonte një agjenci shërbimesh sociale, e disa të tjerë as nuk u përpoqën ta fshihnin acarimin e tyre. Por pastaj ajo telefonoi një xhami dhe para se të mbaronte fjalin, personi në anën tjetër i tha: "Po, sigurisht që mund të ndihmojmë." Pa hezitim, pa gjykim, pa burokraci, vetëm empati njerëzore. Kjo video u përhap me shpejtësi të madhe dhe shumë njerëz u çuditën jo pse një xhami e ndihmoi, por pse shumë kisha nuk e ndihmuan. E megjithatë, për shumë musliman kjo nuk ishte e habitshme, sepse vetë profeti na ka mësuar nuk është besimtari i vërtet ai i cili barku i tij është i ngopur, kurse fqinji i tij i uritur. Pavarësisht nëse e quani veten të krishter, musliman apo hebre, qëllimi i besimit nuk është të dukeni i drejtë, por të jeni të mëshirshëm. Kur kjo xhami në Charlotte të Karolinës së Veriut tha po pa hezitim, ajo nuk po përpiqej të fitonte ndjekës, thjesht po vepronte nga zemra. Kjo është pjesa që shumë njerëz e humbasin. Mëshira nuk i përket asnjë feje të vetme. Por në këtë moment, Islami i kujtoi botës se si duket mëshira në veprim. Dhe kjo nuk është një garë midis besimeve, është thjesht një kujtesë se çfarë duhet të na kuptoj besimi. Dhe feja e vërtet, pavarësisht emrit, ajo supozohet të na bëjë më të butë dhe jo më të fortë. Supozohet të na bëjë ta shohim dhimbjen e tjetrit sikurse të jetë e jona. Pra po, ky eksperiment ishte i pakëndshëm, por ndoshta edhe duhej të ndodhte. Dhe ndoshta është koha që jo vetëm kishat, por edhe të gjithë ne të ndalojmë së predikuari dashurinë, por të fillojmë ta jetojmë atë, sepse Zotit nuk i intereson çfarë titulli pronësie varet mbi ndërtesën tënde, por atij i intereson se çfarë jeton brenda zemrës tënde.